Dëshiron dhe ti të blesh një shtëpi në Gjermani, por nuk di nga t'ja nisësh, shumë burokraci. Shikoni plot oferta, dërgoni mesazhe email, por nuk merrni kur përgjigje. Keni vështirësi me gjermanishten, apo thjesht nuk dini ku t'ja nisni. Unë kam zgjidhjen për ju. Unë quhem Brisilda, specialiste e burimeve njerëzore, lindur në Shqipëri, rritur në Itali dhe transferuar në Gjermani, ku jetoj për më shumë se 6 vitesh. Ky udhëzues përmban gjithçka që duhet të dish, që nga buxheti deri tek çelësat në duar tuaj. Kam kujdesur që të shpjegoj me detaje çdo fazë, të lehtësuar punën gjithsecilit nga ju që dëshiron që të blejë një shtëpi këtu në Gjermani. Dhe jo, nuk janë vetëm ligje të shkruara, të marrë dhe të shkruara aty, por janë eksperienca jonë. Checklist, do të thënë hapa që duhet të ndiqni, lista që mund t'i kryqëzoni hap pas hapi pasi t'i keni plotësuar, shembull praktik të mundësisë së kredisë që ju mund të merrni në bazë të buxhetit tuaj. Ka emaile të përgatitura për ju që keni vështirësi me gjermanishten, që mund t'ia çoni që nga ofertat që shikoni në internet, madje ka edhe mënyrën se si të kërkoni ofertat në mënyrën më efikase. Emaili që mund t'ia dërgoni bankës për të kontaktuar për të kërkuar një kredi. Ka një listë të pyetjeve që duhet të bëni në momentin që shkoni që të merrni një kredi, apo nga momenti që vini që të shikoni një shtëpi për të kuptuar nëse shtëpia është e duhur. Kjo sepse të blesh një shtëpi është një hap shumë i madh dhe është e rëndësishme që të bëni zgjidhjen e duhur. Nëse ke pyetje apo dëshiron që të marrësh udhëzuesin, komento dua poshtë videos. Ju uroj shumë fat në blerjen e shtëpisë tuaj.